e di që unë i pengon e flamur disa shqipolës edhe disa të pushtetit aktual, po i pengon edhe sidomos Serbinë, ku ne Serbinë e kemë armik, të reagojmë ndaj aty në forca policore që kanë bënë një gjest shumë poshtër, po të me sinceriteti më të madh. E kanë bënë një gjest shumë poshtër. Sot si organizatë veteranëve të luftës kemi bënë një reagim, ku ne nuk kemi dashur ta fyjmë mas pari institucionin, sidomos Federatën e Futbollit të Shqipërisë, po aq më pak edhe të fyjmë edhe policët e Shqipërisë. Unë e di se flamuri i Justisë Shëndore të Kosovës duhet vendoset në për muze, në për zyra e kanë venin, po e flamur nuk ka kuçut keqet përdorët edhe nga shikuesit në stadiumet e ndryshme të vendit tonë, sidomos Kosovë, Shqipëri. E di që unë i pengon e flamur disa shqipolës edhe disa të pushtetit aktual, po i pengon edhe sidomos Serbinë, ku ne Serbinë e kemë armik. Dhe ne e dim që edhe kënga Ademja Shajt i ka pengu në stadiumin ku është gëndu për para në stadiumin e Shqipërisë. Kështu që ne sot kemi reagu shumë but, po zhosht reagojmë pak ma eger, apo pak ma fort, po ne kemi reagu aq but për hir të asaj që Shqipëria ka jep një kontribut shumë të madh gjatë luftës për vendin dhe për qytetarët e Kosovës. Gucati, a keni kontaktuar me zyrtarët të shtetit të Kosovës për të dalë edhe ata me një reagim? Jo, du të jem këtu sinqert, ne nuk kemi kontaktuar me asnjë zyrtar të shtetit të Kosovës. Ne kemi bërë reagimin sot, se ne na përket edhe na shkon kjo për punën tonë që ne e mbrojmë vlerët e luftës. Me këtë flamur kam vdek shumë qytetarë të Kosovës, sidomos pjesëtarë të Ushtrisë Shëndore të Kosovës, ku ne kemi mbi 3000 dëshmorë të vendit sot që kam vdek me flamur me ato 3 shkronja. Dhe ne kemi sot në Hagë, ku atje jenë padrejtisht mbahen krerët e Ushtrisë Shëndore të Kosovës. Unë nuk e di pse ai flamur ka pengu disa njerëz në Shqipëri. Mu më je keq për aty në policëve që kanë rënë kurthën e shefave të vet për me hek atë flamur pe stadiumit të Shqipërisë. Mu më je keq edhe për aty qytetarit, nuk e di a ka qenë i Kosovës apo i Shqipërisë, që e kanë larguar nga fusha pse ka pas një majic apo një bluzë me shkronjën e Ushtrisë Shëndore të Kosovës. Dhe po them sinqerisht, është dashur ne të reagojmë pak ende më eger apo si thot populli edhe diçka më fort. Por për hir të asaj që thash më herët, për kontributin që ka dhënë shteti shqiptar vitin natë e nonë për shqiptarët e Kosovës, ne nuk kemi reaguar ashtu siç e meritojnë të reagojmë ndaj aty në forca policore që kanë bënë një gjest shumë poshtër, për të me sinqeriteti më të madh. E kanë bënë një gjest shumë poshtër. Përdesa të hiqet flamuri i UÇK-s nga vendet publike, për ne është e papranueshme. Farok, pati një pyetje? Jo, deshta përshëndetje, zoti Gucati. Përshëndetje, Faruk. Me gjithë respektin edhe për ju edhe për gjithë ushtarët e Ushtrisë Lirimtare edhe për flamurin, edhe na nuk kemi çka me diskutu edhe me shtu ma shumë për flamurin, por që te the shumë mirë vendoset na për muzena, për pjesa ndryshme,